Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikoloski ka deklaruar se deri në qershor do të përfundojë linja e parë e projektit treni urban nga Zelenikova përmes Draçevës, Kisellavodës dhe aerodromit deri te stacioni hekurudhor i Shkupit. Zëvendës kryeministri së bashku me kryetarin e qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, dhe drejtorët e dy ndërmarrjeve hekurudhore kanë kryer inspektim në rehabilitimin dhe rindërtimin e linjës së parë të projektit. Nikoloski tha se me furnizimin e autobusëve të rinj, ideja është që transporti të kombinohet në mënyrë që frekuenca e trenit urban të jetë çdo një orë. Është kënaqësi të shihet se projekti po përparon mirë. Në vitin e kaluar kur e filluam këtë projekt, premtuan se linja e parë do të përfundojë deri në qershor dhe kjo do të realizohet. Dua të fillojmë ta mësojmë opinionin që projektet të përfundojnë brenda afatit të parapar dhe siç po e shihni, projektet që kjo qeveri i nisi i përfundojnë në kohë dhe po ecin me një ritëm të mirë. Kurse kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, theksoi se kjo ka qenë një premtim i dhënë para zgjedhjeve lokale dhe është i kënaqur me dinamikën e shpejtë të realizimit. Kjo do të thotë një alternativë e re për qytetin e Shkupit dhe një mënyrë alternative që qytetarët e këtij rajoni të arrijnë më shpejt te qendra e transportit. Sinqerisht, në fillim mendoja se projekti ishte ndoshta shumë ambicios, por duke parë se si po zhvillohen punët në terren dhe duke ndjekur me kujdes këtë dinamik, mund të them se ajo është mbretëslënëse ashtu si dhe qasja me të cilën po realizohet i gjithë ky proces. Po ashtu, drejtori i NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktur, Sinisha Ivanovski, ka theksuar se punimet në segmentin e parë me gjatësi prej 25 kilometrash po zhvillohen sipas afateve të parashikuara dhe për këtë arsye beson se do të përfundojnë në kohë ashtu siç është planifikuar.